se erdhët. Emisioni sotëm e kam quajtur si duhet të jetë e djathta, dhe në fakt kam të ftuar një nga zërat më të spikatur të së djathtës të Partisë Demokratike, e cila shpeshherë është aktive, shpeshherë agresive, e pranishme, reflektive, por do të thoja është gjithmonë aty ku ka lajm dhe ka ngjarje. Ja e ftuarin e përsonte. Mesila Doda është deputete e Partisë Demokratike dhe kryetare e Aleancës së Grave Deputete. Ka studiuar në Fakultetin Ekonomik në Tiranë në vitet 90, ku dhe ka marrë pjesë në lëvizjen studentore si antare e Komisionit të Grevës së Urisë në shkurt të vitit 1991 deri në vitin 1995. Studion në Fakultetin e Filozofisë të Universitetit Urbaniania në Rom. Në vitet 1999-2000 ka qenë zëdhënëse kryeministrit Ilir Meta dhe në vitin 2005 kryetare e KKRT-s. Futet plotësisht në politik në vitin 2009 si deputete e Partisë Demokratike, ku pavarësisht se nuk përfshihet në kabinetin qeveritar të zotit Berisha, mbetet një zë i spikatur brenda së djathtës. 23 qershorin e ka quajtur si ditën më të keqe për Partinë Demokratike, pas vitit 1997 dhe mbron tezën e reflektimit dhe reformimit brenda Partisë Demokratike. Mbrëma, mirë se erdhët sonte. Një prezantim i gjatë nuk dia ç'të hiqet, ç'të lija më janë nga ato çfarë keni bërë deri tani në politik. Por do doja ta nisja me angazhimin tuaj të fundit. Ju kam parë shpesh që jeni në protesta civile, mos po krijoni një profil të ri në angazhimin tuaj? Atëherë, nuk vetëm se kam qenë shpesh, kam qenë ato kauza që kam menduar që janë drejta, kam qenë në kauzën kundra armëve kimike në Shqipëri, një nga çështjet e cila padyshim tronditi opinionin për shkak të pamundshmërisë të përballimit një aksioni të tillë nga ana e strukturave tona që nuk mund të përgatisnin një gjë të tillë, po edhe për shkak të një lloj mentaliteti i cili është i pamjaftueshëm për ne që të ketë një lloj afiniteti kaq të madh me teknologjinë. Pra, ka qenë absolutisht diçka që unë e kam menduar si një kauzë personale, si një kauzë në cilën unë i detyrohesha fëmijëve të mi në radh parë, sepse kam, nëse mbani mend, kam thënë edhe në parlament, një nga gjërat që kemi thënë është kam vetëm një atë dhe ky është vetëm atë që unë mund t'i duroj fëmijëve të mi. Dhe këtë që mundem jam e detyruar që ta ruaj dhe të kemi mundësi që ta çojmë përpara kështu siç e kemi, me një tufë problemesh në fakt, me varfëri, shumë herë me probleme të jashtëzakonshme, ekonomike, politike, të mjedisit, sociale, mirë po është e vetmja mundësi që neve të shkojmë përpara duke ruajtur të paprekur. Kauza e fundit, në fakt, nuk ishte diçka që ishte nisur nga unë, ishte nisur nga një grup aktivistësh me preardhje Dibrane. Unë në fakt kam preardhje Dibrane vetë, megjithëse nuk kam jetuar ndonjëherë atje. Jo, në fakt edhe shumë kush është ditur që vjen një deputete në Fier në Ndipër, për shembull, po kjo janë punë të brendshme të Partisë Demokratike. Jo vetëm ajo, po aty kishte një komunitet çam në fakt në Fier që është i pranishëm dhe meqense familja tim shoh që kanë preardhje çame, nuk ishte kaq palidhje pra dhe prania ime në Fier. Megjithatë, çfarë është më e rëndësishme nuk është pjesa e përkatësisë lokale, sepse kjo nuk është diçka që i takon thjesht Dibrës apo Kukësit apo pjesës trevave le themi më në veri, të cilët unë i kam shumë për zemër, me thënë drejtën, por është një çështje që përket gjithë Shqipërisë, sepse ka të bëjë me mirë funksionimin e kaskadës Drinit, aty ku kemi hidrocentralet dhe kemi gjithë burimet tona energjetike ujore sot, pra ka të bëjë me atë se çfarë do i trashëgojmë nesër dhe çfarë do i japim fëmijëve tanë. Duhet të dalim nga një gjykim i shkurtër, nga një gjykim i cili nuk shkon përtej hundës tonë, përtej një lokalizmi të vogël, dhe duhet ta kuptojmë që është një problem e madh, një problematikë e madhe të një ekonomie kombëtare, e cila nuk do funksionojë më aq mirë. Po për çfarë protestoni, se s'ka marrëveshje? Të paktën Ministria e Jashtme ka konfirmuar që nuk ka asnjë kërkesë nga Palati Maqedonase. Ministri i Ekonomisë i Maqedonisë ka thënë dje për zërin e Amerikës se nuk ekziston një projekt i tillë. Ministri i Energjetikës i Shqipërisë ka thënë gjithashtu. Më lejoni të ikim shkurtimisht çfarë kanë thënë ata dhe rikthehemi për ta diskutuar. Nga ana e deputetëve, veçanërisht deputetëve Dibran, do kërkoja fillimin e lobimit kundër ndryshimit të rrjedhës së lumenjve. Ndërkohë që në Tiranë protestohet për projektin e quajtur të Radikës, Ministri i Ekonomisë Maqedonisë Valon Saracini e mohon ekzistencën e ndonjë vendimi për këtë çështje. Projekt për fushën e Lukovës, do të thotë projekt final ende nuk ka, mirë po nuk ka edhe studim mbi ndikimin e ambientit jetësor,
Këto janë dy elementet kyçe që një projekt të ketë bazë të filloj. Çështja tjetër është që ky projekt ende nuk ka siguruar burimet financiare, do thotë Banka Botërore ende nuk ka kredituar këtë projekt, duke patur parasysh se sipas rregullave të Bankës Botërore, po që se ka efekte negative, sidomos në ambientin jetësor, ata nuk besoj që do të kreditojnë një projekt të tillë. Mirë po, duke u nisur edhe nga konventat ndërkombëtare, nga marrëveshjet e nënshkruara për ujëran, të gjitha rrugët çojnë që ky projekt në fund do dalë me rezultate negative, me shkak qeveria, në bazë të argumenteve, do të sjellë vendim që ky projekt mos të realizohet. Edhe Ministri Shqiptar i Energjetikës Damian Gjiknuri mohon ekzistencën e një marrëveshjeje mes dy qeverive. Fatkeqësisht, kjo është një furtunë i gotë bosh, nuk ka asnjë lloj marrëveshje, ka vetëm një marrëveshje kufitare, ndërkufitare, një marrëveshje të gjithë pranuar dhe instrumenta ndërkombëtar që publiku duhet i di tashmë për trajtimin e regjimit të përbashkët të ujrave mes Shqipërisë dhe Maqedonisë. Do të thotë që çdo lloj projekti që potencialisht do të ketë impakt në këto ujra mbrohet nga këto marrëveshje. Çdo gjë tjetër është spekullim. Vetëm spekullim dhe furtunë në një gotë bosh. Në fakt, për te faktit që këtë e thoshte Ministri i Ekonomisë Maqedonisë dhe ashtu dhe Energjisë Joni, edhe Kryeministri kishte përgënjështruar në një Twitter që nuk ka asnjë projekt, në vërtet projekt ka, sepse ju duhet keni edhe... Kam një status tuaj në Facebook, në fakt. Jo vetëm statusin, po duhet keni edhe linkun e faqes së Bankës Botërore, në të cilin jepet projekti, cili është paraqitur, dhe është kërkuar një financim për rreth 8 milion euro, 8 milion dollar janë. 8 milion dollar. Zënë Duda, ju dini që projekte mund të ideohen shumë, po një moment. Çfarë përgjithësi e mban shteti shqiptar se projektohet një projekt në Maqedoni? Jo, pikërisht për këtë kisha fjalën. Pra, është një marrëveshje e cila, ashtu siç tha Ministri i Maqedonas, nuk është një marrëveshje që thjesht ka ekzistuar si ide, është një marrëveshje, është një projekt i cili ka kaluar. Është një projekt i cili alarmi i cilit është ngritur nga Këshilli Komunal i Dibrës Madhe, pra është një alarm i cili është ngritur dhe për qeverinë shqiptare, sigurisht edhe për të gjitha institucionet e tjera të huaja, pasi do për ta thënë fare qartë i gjithë operacioni konsiston në faktin që lumi Radikës të hiqet krejtësisht nga aty ku është dhe të derdhet në një liqen tjetër që është liqeni Mavrovit, i cili është në një lartësi për rreth 1800 metra, është një liqen mjaft i çuditshëm për të krijuar, dhe është krijuar duke hequr një pjesë të rrjedhës Radikës, që në kohën e Enverit e kanë toleruar pra palat shqiptare drejt viteve 60. Dhe pas kësaj kjo të derdhet në lumin Vardar, i cili duhet të bëhet i lundrueshëm për të pasur mundësinë që të ndryshojë gjeopolitikën krejtësisht rajonit dhe të derdhet në detin e Gjë. Le të themi, ndoshta unë nuk ta shmangim fantazit që duket që krijojmë gogolin aty ku në fakt shiko, atëherë edhe unë jam një sekondë. Se kam të shqetësim dhe me armët kimike. Vërtet u dolët protestuat, një pjesë e mirë shoqërisë civile ishin të ndjeshëm, po për çfarë protestuat se nuk u thanë ndonjëherë po? Atëherë, për armët kimike ishte thënë po zonjatare, ishte thënë po gjatë stanimit që ishte. Unë besoj kryeministrit të këtij vendi dhe aleatit tonë strategjik. Dhe sigurisht, jo, edhe strategjik, dhe dinte që ishte thënë një po në parim. Por që më pas kuptohet që ishte një po e pamenduar për fuqinë që kishte Shqipëria, po dhe për mënyrën se si ka reaguar shoqëria shqiptare. Dhe unë gjej rastin që të falenderoj qytetarët shqiptarë vetëm për një gjë. Si në këtë rast, ashtu dhe në rastin e armëve kimike, kanë treguar që kanë një ndërgjegje shumë të lartë shumë herë se sa politikanët. Pra, një ndërgjegje më të lartë se italianët, se gjermanët, se danezët, se holandezët, më të lartë e kanë shqiptarët. Atëre, më lijoni që të mund t'ju aspjegoj, në qoftë se doni, unë ju aspjegoj fije për pe pse ne jo. E para njëherë, vetë shtria gjeografike e Shqipërisë ishte e pamundur që të përballonte një operacion të tillë. Pra, neve nuk kemi një hapësirë kaq të pabanuar siç ishte në Amerikë, ku demontimi ishte qindra kilometra larg qendrave të banuara. Neve nuk kishim atë afinitet teknologjik që mund të ketë për shembull një komb si Japonia. Ju e mbani mend për shembull, e kam përdorur shumë shpesh si krahasim, që në vitin 99, një person i cili duhet të ruante digën e liqenit, shkoi e hapi dhe këtu u mbyt gjysma e Tiranës. Ose për shembull, në atë vend ku duhet kemi një ruajtje shumë të madhe të sigurisë të gjitha ambientit që është mjeksi, shumë herë bidonat përdoren për qëllime të tjera, bidonat që kanë mbajtur armë kimike. Le të themi pra, nga ana e të gjithë formimit ton, do duhet që të kishim një qasje tjetër ndaj
rrezikut këtyre lëndëve, por edhe rrezikut teknologjisë, i cili nuk është i vogël, është një rrezik i madh. Për sa i përket çështjes lumenve, derisa pala maqedonse ka shkuar kaq larg, që e ka miratuar dhe prapë thotë që se ka miratuar. Ka shkuar për financim tek banka botrore. Tani do t'i kërkojmë llogari qeverisë shqiptare pse pala gjerman, pala maqedonase. Mund ta përfundoj këtë. Që duhet ta bëjmë edhe pak. Jo, jam e gatshme që t'ju asaj dhe kush është problemi, sepse neve po e kërkojmë qeverisë shqiptare. Siç e ke parë, nuk ka shkuar njëri ta kërkojë te ambasada maqedonse këtë gjë. Jo, ministri ka që s'ka projekt, s'kemi miratuar asë dhe me sa duket as nuk do miratojë se nuk janë dhe paratë. Edhe neve mund sepse ka një impakt të tillë ambiental ku banka botrore është tërhequr. Është tërhequr sepse ka impakt ambiental në të gjithë zonën. Nëse banka botrore është tërhequr. Mirë po, në qoftë se qeveria shqiptare do vazhdoj të heshti për këtë gjë. Ka pasur një takim dy palësh dhe ju e dini që ka dalë dhe një punonjës e Ministrisë së Jashtme, ka thënë nëse s'ka ndonjë gjë se 2 metra kub, dy tjera ka marrë 8, le të marrin edhe 2 të tjerë. Nuk ka punonjës e Ministrisë së Jashtme, po nuk ka rëndësi. Pra, në qoftë se fillojmë të konsiderojmë edhe kjo nuk ka ndonjë gjë, edhe kjo mund të ndodhë, atëherë lehtësia me cilën ne i përballojmë gjëra të tilla, të cilat janë shumë të rrezikshme, mund ta sjellë në pasoja shumë të rënda. Unë po ju them vetëm diçka. Autoritetet e Dibrës nuk kanë lënë, nuk e kanë vënë më kot alarmin për këtë çështje. Është diçka që i takon, sigurisht ka pasoja shumë të rënda në shqiptarët e Dibrës Madhe, në shqiptarët e gjithë zonës Maqedonisë, por ka pasoja të rënda dhe në të gjithë sistemin tonë hidroenergji, gjë për cilën jemi të gjithë përgjegjës. Ju më thoni edhe një herë që qeveria shqiptare nuk ka ndërmarrë asnjë vendim dhe unë shpresoj shumë që është kështu, besoj që duhet jetë kështu, sepse nuk ka asnjë mundësi që të kenë nënshkruar marrëveshje pa u ditur akoma. Nesër ka një interpelancë, unë besoj ministri i jashtëm do japë gjithë shpjegimin lidhur me këtë çështje, por ndërkohë unë kërkoj që autoritetet tona të shprehin qartë për këtë çështje. Pra, të mos thuhet që nuk ka projekt, nuk dim, nuk është, ja. Duhet të themi që në çdo rast neve nuk do lejojmë asnjë centimetër kub që të lëvizë. Dhe jo vetëm nga Radika. E ka thënë ministri i jashtëm. Dhe jo vetëm nga Radika. Duhet për çdo projekt që vjen jashtë. Jo, edhe Vjosa. Më ikën shumë minuta me këtë pjesë. Është e njëjta çështje edhe me lumin në Greqi. Ky aktivizim pranë shoqërisë civile, pranë kauzave civile, mos është një rishpikje e figurës suaj si politikane? Jo, absolutisht. Tieni të bindur, dëgjoj, unë kam vendosur vetëm një gjë me veten time dhe është një varim e cili nuk do heq dorë. Unë do mbaj kauzat të cilat i mendoj si drejta. Unë nuk do përqafoj asnjë kauzë të cilën e mendoj të stisur, të cilën e mendoj që ka marrë vendimin tjetër kush, do respektoj disiplinën e grupit tim parlamentar, por unë do dalë në mbrojtje të çdo kauze që e mendoj të drejtë dhe që mendoj që ka një pritshmëri të mirë tek njerëzit. Nuk mund ta bëni këtë në parlament? Që duhet dilni dhe në rrugë? Unë e bëj në parlament, ne bëjmë sa herë që mundemi në parlament. Mirë po, në momentin që shoqëria civile kërkon bashkëpunimin e të gjithë aktorëve dhe mbi të gjitha njerëzit e politikës nuk janë asnjëherë të përjashtuar nga të qenit qytetar të lirë të Republikës Shqipërisë. Jo, po kanë privilegjin të jenë në tempullin më të lartë legislativ. Absolutisht, në fakt në këtë rast interpelanca u kërkua nga një forcë tjetër, nga një forcë që është brenda maxhorancës, që është Lëvizja Socialiste për Integrim. Sigurisht do kisha kërkuar unë padyshim që ose do kishin qenë ato më parë që ta kishin kërkuar, por nuk do jetë diçka që do shmanget nga parlamenti. Ju e dini që në rastin e armëve kimike unë pata kërkuar interpelancë me kryeministrin. Ajo është një nga fotot, besoj unë në karrierën time është një nga fotot që më bën të ndihem mirë. Për atë që patë mundësi të bëjnë zonjat gratë parlamentare, gratë e Partisë Demokratike, unë i falenderoj të gjitha një nga një ato zonja që janë aty. Mungojnë disa? Nuk shoh zonjën Topalli aty? Besoj se është ngritur pak më vonë, kështu që thjesht mungon në ansambël, po ka qenë zonja Topalli. Megjithatë do të flasim për Partinë Demokratike dhe për aleancën e grave aty brenda që zakonisht pak ka pasur zëra të fortë brenda Partisë Demokratike, po më lejoni të pyes pak për aleancën e grave në Kuvend, të cilën ju e drejtoni para pak kohësh, një iniciativë shumë interesante për cilët besoj keni marrë gjitha përgëzimet edhe nga politika edhe nga shoqëria, sidomos fakti që ishim pas Kosovës. Kosova e ka bërë përpara nesh këtë aleancë të grave. Ishte e vështirë? Aleanca e grave nuk ka ekzistuar në legjislaturën e kaluar, edhe meqenëse se u nis në mënyrë shumë tensionuar parlamenti i kaluar dhe por ka qenë një çështje që unë e kam folur shumë herë. Kam folur edhe me zonjën Kodheli asë kohë, me zonjën Leskaj, dhe duke pasur parasysh që Kosova e kishte dhe funksiononte shumë mirë. Dhe pse? Në vetvete gratë kanë shumë gjëra që mund të bashkohen me njëra tjetrën. Dhe mbi të gjitha kemi një status i cili sot është i nënvlerësuar, në krahasim atë që paraqesin gratë brenda
shtrezimit të popullit. Pra nëse gratë janë 49% të popullsisë, që është hera parë, në fakt se zakonisht kemi qenë 51, por kjo ja vlen që të merret me një emision tjetër për të kuptuar pse ky ndryshim demografik dhe pse ndodh ai që quhet aborti selektiv, cilin unë kam shumë për zemër që t'ua shpjegoj, sepse ai është diskriminim dhe është diskriminim nga ato më të egrit, më të fortë se ka të bëjë diskriminim mbi jetën, por për të kaluar edhe një herë këtu, neve nuk kemi sot pranishëm në nivele drejtuese në Parlamentin e Shqipërisë të njëjtën përqindje grash. Aq më tepër, kemi në nivelin e parlamentarëve, në nivelin e biznesmenëve, cilat janë ende shumë pak, janë me gishta, dhe në statusin social që gruaja ka brenda familjes shqiptare. Pra këto janë 3 qëllimet kryesore të aleancës gruas. Pra kush janë? Fuqizimi ekonomik i gruas, krijojmë një status në të cilin të kemi mundësi që gratë kryefamiljarët lehtësohen nga taksat, për shembull, që të ketë mundësi që gratë të kenë kredi dhe grante që të hynë një korsi preferenciale, që 30% që të bëhet real, pra mos jenë gratë në fund të listës dhe të jenë 30% të brenda në parlament, që Kosova e ka arritur, në fakt që rastin që të përshëndes kolegen time, zonjën Saçia, e cila ishte me ne, dhe që për herë të parë u bën bashkë gratë të dyja, gratë shqiptare të dyja trevave. Dhe mbi të gjitha një fenomen tjetër që është fenomeni i dhunës në familje, i cila do duhet që të ketë një përballje tjetër. Ne kemi pasur mundësi legjislaturën e kaluar të ashpërsojmë legjislacionin, tashmë do duhet dhe ta monitorojmë në çdo hap. Ne kemi patur kemi bërë një vizitë në burgun e grave. Dhe çfarë në rezultoi? Nuk ka pasur kur një politikë penale pro gruas. Çfarë do të thotë kjo? Nuk kemi pasur mundësi që në kohën e amnistive nuk ka të njëjtin proporcion midis faljes së grave dhe të burrave. Ka shumë pak falje të grave dhe ka shumë më tepër falje të burrave, sepse kanë njerëz, ka më shumë pushtet ekonomik, kanë më shumë mundësi që të lobojnë për t'i nxjerrë. Dhe që ndodhte, një gjë e cila mua më ka bërë përshtypje të jashtëzakonshme, shumë herë edhe ditët e lirisë që do duhet ti përftonin gratë, ishin nuk i merrnin dhe nuk i merren shumë herë nga gjykatës e gra. Gjë që Si që ndodhë në politikë dhe në media që nga kjo? Është fenomen që gratë luftojnë njëra tjetrën dhe në shoqëri civile. Zakonisht thuhet ka një shprehje të mirë filozofike që e ka Thomas Hobbes, mua më pëlqen shumë, që thotë homo homini lupus, njeriu për njeriu është ty, në këto raste do duhet themi që gruaja për gruan është ty, por gratë aleancës kanë treguar që kanë funksionuar me një filozofi tjetër. Folët pak për burgun, do duhet ndalesha në një lajm që sot në fakt Gazeta Rinia Demokratike, Gazeta e Partisë suaj, ka hapur gazetën dhe ndoshta ky është burg më i rrezikshëm, se është burg kur e jeton jashtë kanqillave, por duke jetuar e lirë, madje duke qenë dhe me mandat deputeteje. Rasti në fjalë i deputetes së Lezhës që është detyruar të heqë. Jo, keni parë që unë kam bërë dhe një status. Po, kam parë dhe statusin i kam ndjekur. Çfarë do të bëni për këtë rast? Atëre, nesër është seanca dhe do kemi mundësi që të kontaktojmë me gjitha zonjat që janë të pranishme në Parlamentin e Shqipërisë. Sigurisht që zonja ka bërë një deklaratë personale dhe ka thënë që unë kam një arsye shëndetësore, një arsye që në fakt mund ta kishte qysh ditën e parë që pranoi të bënte betimin. Thuhet që ekzistojnë të gjitha faktet që zonja ka qenë shtrënguar për të dhënë këtë deklaratë dhe për më tepër që po përgatitet edhe dorëheqja e zonjës tjetër që vjen radhë. Tani unë nuk kam asgjë me këto zonjat. Jo, e kuptoj se një sekond, do mbroni gratë në burg, këto që janë jashtë. Të lutem, më le ta përfundoj. Unë nuk e kam fare me këtë. Unë e kam me kryeministrin e vendit tim. Kryeministri i vendit tim është garant i të drejtave të njerëzit. Është më tepër garant i drejtave të grave dhe të fëmijëve, si shtresat që kanë pasur më shumë probleme në Shqipëri. Zotria nuk mund të jetë dhunues i grave deputetet Partisë Socialiste në Parlamentin e Shqipërisë. Duhet të dalë zot listës tij, listës që ka bërë në Lezhë. Kodit që ka firmosur vetë, duhet të dalë zot kryetari i Partisë Socialiste. Ndaj unë e kam kërkuar, me të njëjtin qark deputeti i Partisë suaj ka dhënë dorëheqje. Më fal. Jo, absolutisht po. Po. Është bërë një akt në fakt. Nga partia ime. Edhe Partisë suaj të njëjtin gjë? Absolutisht jo. Sigurisht që nëse ka pasur një akt shtrëngimi është i dënueshëm në të gjitha llojet e rasteve, nga kushdo parti që të vi. Unë kam shumë të qartë këtë çështje. Këto janë zonja, nuk mund të heqim zonjat që të sjellim një zotëri në parlament. Dakor? Kushdo qoftë, nuk kam asnjë lloj preference, nuk kam asnjë lloj gjë. Për më tepër të shtrënguar me akte të tilla, të cilat unë nuk e di ku qëndrojnë në atë që kemi deklaruar, pra ku është graviteti, deri ku ka shkuar graviteti i çështjes, por nëse është e vërtetë,
duhet merren urgjentisht organet kompetente. Në qoftë se zonja vërtet ka pasur shtrëngim diell që ka lidhje me rrëmbimin e të birit. Pra, atë dhe një herë, për të kthyer edhe një herë tek çështja për cilën flas. Kryeministri duhet të bëhet garant i listës që ka dorëzuar në KQZ dhe mbi të gjitha i zonjave deputete për cilat ka firmosur në listën e Lezhës. Me këtë rast, doja që edhe të gjithë aktorët, trupi diplomatik që është në Shqipëri, po dhe ato të cilët na janë gjetur dhe na kanë qenë mbështetës të fortë tonët, të flasin për të mbështetur praninë e gruas në parlament. Një grua kur ka shansin në parlament nuk mund t'ja heqin dot këtë shans. Jo, sigurisht po. Një grua që ka faktin të jetë në parlament, besoj se ka dhe mundësinë të mbrohet nëse do të kishte qenë sulmuar, se për ndryshe besoj çfarë ndodh me përfaqësimin në parlament, i vjen diskutojmë për demokracinë në këtë vend. Nëse mbrim këtu, domethënë, atëherë ne jemi jemi të gjithë në gjendje pasigurie të plotë, domethënë, sepse nuk kam asnjë. Jo, sidomos ju në parlament duhet ruheni. Besoj se kudo, po me qënë se ka ardhur momenti tritolit kudo në Shqipëri dhe neve duhet ruhemi për më tepër, duhet ruhemi me këtë lloj psikoze që ka kapur sot. Megjithatë, Ilva siç e din, me qënë se sapo e the pak një pjesë të karrierës time, ajo që ka karakterizuar zakonisht karrierën time nuk ka qenë frika, kështu që nuk e kam të problem. Kështu që nesër do të kërkoni sqarime për këto do kërkoj që të gjithë Aleanca Grave dhe le të flasim dhe të Aleanca Grave ka një gjë tjetër. Nëse keni vënë re, un kam folur në emrin tim personal sepse gratë duhet flasin me konsensus. Pra, duhet marrin vendime vetëm me konsensus. Kjo është funksionimi i Aleancës Grave deputete. Meqense jemi pak dhe prekëm pak më herët tek fotoja në parlament kur ju protestuat për armën kimike dhe ne nuk e pam pak të në foto dhe nuk e kam parastaj Aleanca Grave ish kryetare në parlamentit, zonjën Topalli. Si keni marrëdhëniet me të? Tani, marrëdhënie personale nuk kam se t'i spjegoj këtu se si mund të jenë, por sigurisht jemi kolege, kështu që nuk ka asgjë këtu për tu. Edhe aty nuk e keni pas fotografi, po në fakt ishte mbrapa shpinës time dhe po i bërtiste zotit Meta, kështu që ishte dhe aty. Ishte përfshirë në aksion e kam fjalën. E ka ndihmuar konkurrencën brenda Partisë Demokratike fakti që ka pasur zëra të fortë grash në këtë parti? Shumë, jashtëzakonisht. Të thonë që uthua e fort qanë fuqinë e vetë, kështu që... Ndoshta, po, gratë janë mirë kur janë të forta, sepse, siç thoshte zonja Bregu në një fjalim që po t'jemi të forta na thonë burra, po t'jemi tegra na thonë biba, e kupton, ne lëvizim gjithmonë midis këtyre të dy koncepteve. Por gjithsesi, aty unë shoh kolegët e mia që janë njëra me më mençur se tjetra, njëra me më vlerë se tjetra. Zonja Bregu që ka pasur një ministri cilën e ka drejtuar me shumë përkushtim. Zonja Vogsh e cila ka bërë një punë të jashtëzakonshme për gratë. Zonja Tabaku e cila ka punuar shumë për bashkinë. Zonja Voltana Demi, cila është një prurë e re e jashtëzakonshme mrekullueshme e Shkodrës, një grua e mençur e cila më çudit me mënyrën se si ka bërë politikë nga stadi më i parë deri te stadi më i fundit duke respektuar çdo pjesë të strukturës. Zonja Albina Dede. Ja një diversion i vogël. Lavdruat zonjën Voltana. Jo, nuk bëj diversion, jo, absolutisht. Jo, nuk diskutohet. Pra të gjitha ato zonja që shoh aty shpresoj nuk kam harruar asnjërin, po janë absolutisht vlera të shtuara dhe njerëz të cilët janë përkushtuar në punën e tyre, në pozicionet e tyre. Përpara se të shkojmë publicitet, jemi ende në pjesën e parë dhe kemi edhe pak minuta, do të hap një temë që me siguri do të jeni sërish në terrenin tuaj, sepse do të flas për Partinë Demokratike dhe për ditën e 23 qershorit. E veçova pak në hyrje statusin tuaj në Facebook kur e kishit krahasuar si ditën më të keqe për Partinë Demokratike pas 1997-s, humbjen e zgjedhjeve 23 qershorit. Zonja Doda, e keni menduar gjatë këtyre muajve pse humbi Partia Demokratike? Kam menduar shumë, në fakt, dhe mbaj mend që më keni pyetur çfarë ishte ajo totus tuus që e ke shkruar në fund, ta shpjegoj tani. Totus tuus ka qenë një nga ato pjesë që më ka pëlqyer shumë nga Gjon Pali 2, kur donte që të përkushtohesh në një gjë. Edhe thoshte që do jemi gjitha jotin në këtë dhe në fakt e thoshte për shënmërinë, sepse kishte një devocion të veçantë. Edhe atë që kam tentuar të them është do punojmë për rishëndoshjen e kësaj strukture. Do punojmë për këtë sepse e gjithë fushata jonë e fundit është bërë në një shenjë dyshimesh, por dhe një shenjë keqardhje për atë që ndjenim poshtë. Për atë që ndjenim sepse... Ja, se po ju shpjegoj. Paka shumë në aksionin tim politik të gjithë këtyre viteve, unë kam pasur kryetar grupi zotin Aldashi, dhe pothuajse çdo gjë në filozofinë tonë të drejtimit e kemi ndarë bashkë.
Dhe ajo që neve arritëm të kuptonim jo vetëm në Fier, po në gjithë pjesën ku kishim mundësi që të takonim, ishte një lloj pezmatimi i demokratëve. Pezmatimi i cili vinte nga një mënyrë jo e drejtë të bërit politikë, sidomos mandatin e fundit. Ka qenë një tezë përsëritur e zotit Oldash, një gjë që ne kemi folur shumë shpesh bashk. Fakti që arritëm në një moment caktuar të zëvendësuam filozofinë me matematikën. Kjo është një gjë që nuk do ta bëj kur politikani, sepse politikani po nuk i tha gjërat me zemër, nuk ka asnjë lloj mundësie që të ngjisë dhe të jetë i vërtet, krijoj besim tek njerëzit. Qysh momentin që neve filluam që të mblidhnim vota, diku të kalonim, të shkelim një parim, diku të jepnim pak më shumë hapësirë atyre që nuk duhet ta kishin atë hapësirë, kur filluam ta konsideronim si të padrejtë përqindjen e ndarjes pushtetit nëpër zonat tona, nëpër qarqet tona, në qysh atë moment filluam të largoheshim nga realiteti që kishim. Dhe ky ka qenë arsyeja, besoj unë, një nga gjërat të cilën ne e ndjejmë qysh në fillim që diçka kishte lëvizur. Kishte lëvizur edhe analiza është një gjë që në fundit është edhe shumë subjektive. Unë do t'ju tregoj vetëm një gjë. Ndoshta ka qenë i vetmi qark që kemi bërë në Teatrin e Madh Vaçezela të Lushnjës, kemi bërë një votim për drejtorët. Kemi bërë një votim për drejtorët dhe futëm gjithë drejtorët që t'i votonte kryesia e Partisë Demokratike. Dhe për ato që na shanin më shumë, ato u votuan më shumë. Pra çfarë ndodh? Shumë shpesh analiza është shumë subjektive dhe megjithatë njerëzit vazhdojnë të tërheqin. Pra ato që janë të investuar në pushtet prap kanë mundësinë që të mbajnë dhe të kenë akoma më shumë pushtet. Atë që thash, atë që neve nuk e kuptuam kur, ishte një lloj balance që duhet bëni midis qeverisës dhe partisë. Pra, në një farë mënyrë qeveria u mbivendos dhe partia, strukturat e partisë filluan të sfumoheshin. Partia arrinte thuajse e mbyllur gjatë gjithë kohës. Zgjedhjet thuajse nuk bëheshin sekretariatet, pra ato që duhet vlonte në fakt puna e partisë, dhe këto të gjitha u zëvendësuan nga drejtorët. Unë e kam thënë dhe një herë tjetër që ushtria në punësve nuk në ka sjell fitore. Sa herë ushtria në punësve zëvendëson militantët partijak, aq herë krijohen hendeqe të tmerrshme në parti, sepse ato që e mbajnë partinë janë njerëzit me zemër. Janë njerëzit që besojnë te Partia Demokratike, megjithëse shumë herë mund të kenë mbetur zgënjur. Kjo është arsyeja që neve do duhet të kishim ndryshuar dhe të ishim sjellur ndryshe, të paktën mbas 23 qershorit, por ndoshta shkoi si një lloj tërheqje zvarr aty lloj mentaliteti dhe ne prap vazhduam të mendonim që ushtria në punësve mund na sillte apo mund të krijonte një frym të drejtë. Nuk ndodhi as gjatë zgjedhjes së zotit Oldash, unë i kam deklaruar të paktën gjithë ato pjesë, por tashmë nuk kam asnjë rëndësi, unë besoj që për Partinë Demokratike gjithashtu humbja e zotit Oldashi është ndoshta dita më vetëm e keqe, kështu që nuk ja vlen më sot që të flasim edhe të kuptojmë, por duhet të kuptojmë një gjë mbas kësaj që ndodhi. Ju e kishit parandjer humbjen kur e pat realitet në zonë? Dëgjoj, një politikan nuk niset kur për të humbur, një politikan niset gjithmonë për të fituar. Por realitetin e shikon. Dhe unë shikoja një realitet i cili lente shumë për dëshiruar. 8 vjet pushtet janë shumë. 8 vjet gjithmonë ne zaurojnë, 8 vjet gjithmonë krijojnë një hapësirë, por ne kuptuam thelbin. Thelbi ishte, ne nuk ishim më parti ideologjike. Neve nuk jemi më parti ideologjike dhe kjo është një nga gjërat që neve duhet ta zaurojmë me shumë shpejtësi. Në shkuptim, si jeni parti e djathtë, e pozicionuar djathtë. Është një parti e djathtë e cila së pari do duhet që të ketë një qasje ndryshe ndaj ish përsekutuarve. Do duhet që t'i ketë jo vetëm shumë më prezent, por duhet t'i përkrahi në ligjin për hapjen e dosjeve, do duhet që t'i përkrahi në prezencën e tyre si një frymë e re brenda Partisë Demokratike, sigurisht, sepse janë zgjedhësitan të përhershëm, dhe do duhet që të kërkojmë, të paktën bashkë me votat e atyre që mendojnë që janë aleancë progresive brenda në parlament, të miratojmë një ligj të ri për lustrimin, ligj për lustracionin, dhe të miratojmë së bashku rezolutën kundra krimeve të komunizmit. Pse? Këto do ta bëjmë në emër të ardhmes. Unë kam të rinj, të cilët janë të rinj, të djathtë vendosur, të cilët thonë, do duhet na përkrahani dhe ne do duhet kthehemi rreth këtyre. Do duhet kthehemi në shtresën e ish-pronarëve. Padyshim ne kemi bërë disa gjëra që ka qenë edhe akti normativ që kishte të bënte me lirimin e shtëpive të ish-pronarëve, por që ende nuk është konkluduar. Unë kam parë sagën e turpshme që ishte me selin e Partisë Social-Demokrate, i cili
pronari nuk po egzonte dot dhe i rand fikët sa po hyri brenda selis, ndërkohë hynin policët dhe e nxjerrnin jashtë. Ndërkohë që selia e Partisë Socialdemokratike kishte shkuar në një vend tjetër sepse kishte marrë një seli tjetër dhe kjo i peshte me qera. Pra, një mënyrë e padenjë për të sjellë me ish pronarët, që sot po neutralizohet, që ta mbyllim këtë gjë. Ta mbyllim, ta adresonin, duhet të kemi parasysh dhe një gjë tjetër. Ka qenë një tendencë, ka qenë një lloj kontradikte vazhdueshme me sistemin gjyqësor. Pra, ligji i lustracionit është miratuar. Kaloi nga ana e Partisë Demokratike dhe kur erdhi puna e hodhi poshtë gjykata kushtetuese në një akt të paprecedent ku kryetari ishte Femi Abdiu, i cili prekeshte drejt për drejt nga ligji i lustrimit. Pra, në një farë mënyrë, Gardi e Vjetër u bë dhe një herë gardh për mos ta lejuar të kalonte. Kjo nuk është normale, sepse është një Shqipëri e re, është një Shqipëri e cila duhet ta tejkalojë dhe këtë moment. Por kur flas për një parti ideologjike nuk është vetëm kjo. Ne kemi gjëra që na ndajnë. Edi Rama, më falni, kryeministri zoti Rama, deklaroi para rreth 2 javësh, tha që nuk është çështje tha më ideologji, është çështje emrash, tha vjen një ikën një. Unë nuk jam dakord me këtë. Ne jemi politikisht ndryshe, ne jemi ekonomikisht ndryshe, ne kishim një taksë cila tentonte që të ndihmonte investimet e mëdha. Ato duhet të përkrahin shtresat e varfra që në fakt nuk po i përkrahin sot, për të thënë drejtën. Dhe mbi të gjitha ne kemi konceptet ndryshme sociale. Pra, ne jemi për një familje tradicionale, për besimin Zot, besimin familje, ne duhet të dallohemi shumë qartë me njëri tjetrin. Një nga problemet e Shqipërisë është mungesa e filozofisë, është mungesa e ideologjisë. Më duhet shkojmë publicitet vetëm pak sekonda, do të kthehemi këtu. Ja keni thënë Partisë tuaj, Partisë Demokratike këtë gjë? Është një gjë që jo vetëm u tha, po u bë një fushatë e madhe. Në fakt, gjithë fushata e Ullashit ishte mbi këto themele të forta. E kuptoj, jo, kisha fjalën tepër për kryetarin aktual në detyrë, zotin Basha. Pas publicitetit do t'i pyes edhe nëse ato që qarkullojnë në opinion, edhe në nxëra tavolinash, gazetarësh, opinion bërësish. Nuk besoj që intervista bazohet mbi thashetheme. Jo, po mbi zëra që qarkullojnë dhe ndoshta takime që ju realizoni, nëse ekziston një grup ulldashi dhe çfarë do të bëni ju brenda Partisë Demokratike. Pas pak rikthehemi. Jemi rikthyer, jemi drejt për drejti me deputeten e Partisë Demokratike, zonjën Mesila Doda, po flasim për ideologjinë e së djathtës. I keni mundësi të shprehni këto gjëra, besoj edhe në grupin parlamentar, Partinë Demokratike, me kryetarin zotin Basha? Le të themi që përgjithsisht mbledhjet kanë qenë shumë të mëdha, kanë qenë mbledhjet grupi parlamentar, dhe jemi marrë me çështjet e ditës. Unë nuk kam pasur një kontakt drejt për drejt personal me zotin Basha, që është, le të themi, rreth korrikut. Nuk kam pasur pra mundësinë që neve të flasim gojarisht për tu shprehur këto. Por unë ndoshta nga ato të paktë zëra që nuk është se kam rreshtur ndonjëherë për të folur në mbledhjet e grupit parlamentar dhe kur to nuk kam pëlqyer, siç ka qenë qendrimi kundra bojkotit për shembull, që mendoja që duhet ishim thjesht për të nxjerrë atë që kishim atë punë të madhe që kishim bërë në fakt për gjatë kësaj kohe. Kështu që në këtë këndvështrim duhet dini që ne jemi parti që jemi krijuar si parti e njerëzve të lirë. Sa herë tentojnë të na fusin brenda disiplinës, është e kot. Po të ishim për tu disiplinuar, nuk do ishim te PD-ja, do ishim ke PS-ja në atë kohë. Pra, njerëzit është krijuar për PD-ja, është krijuar nga antikonformistët, do vazhdoj të mbetet parti antikonformiste. Ishte një frymë që solli në fakt zoti Nano, por besoj që zoti Rama e riktheu në një farë mënyrë atë, paçka se nuk e di se sa ka arritur. Gjithsesi, për ta lënë me njanë, se s'duhet as të krahasohemi në fakt. Por atë që doja thoja është që unë nuk është se kam rreshtur ndonjëherë për të thënë gjërat e mia, i kam thënë në media, i kam thënë kur kemi pasur mundësi që të mblidhemi në grup parlamentar. Vlen të thoni brenda partisë tuaj? Por siç u thash edhe një herë, brenda grupit tonë parlamentar trajtohen çështjet e ditës, nuk janë trajtuar thjesht dhe mbi të gjitha nuk është mbledhur asnjëherë kryesia e Partisë Demokratike. Kryesia e Partisë Demokratike nuk është mbledhur qysh kur zgjodh kryetari, tha që nuk kemi, por ndërkohë që Kryesia e Partisë Demokratike ende nuk ka dalë paçka se ka mbaruar si mandat sepse kongresi duhet ishte bërë. Pra kemi një problematik që ka lidhje me respektimin e ligjeve të brendshme të partisë, që është statuti. Besoj që duhet jetë një gjë që duhet zgjidhet shumë shpejt dhe duhet zgjidhet me zgjedhjet e reja brenda partisë, të cilat janë të nevojshme, po jo të mjaftueshme. Pra, po, çfarë është nevojshme dhe jo e mjaftueshme? Atëherë, zgjedhjet e reja dhe fryma analizës që do duhet të dalë dhe që jo më kot ju a thash atë historinë e drejtorëve që do duhet që të jetë në një kënd shumë objektiv për të kuptuar të vërtetat tona ku ishin me premtimet, me marrëdhëniet me militantët,
me respektin që të reguam për karrierat brenda partisë, sepse shumë herë në shikojmë që karrierat brenda partisë prehen dhe i gjejmë njerëz nga jashtë dhe i vënë në maj, gjë që s'shkon, sepse duhet respektojmë ato njerëzit që janë brenda, flaset edhe për të rinjt këtu shumë, pra për forume. Ata që humbën zgjedhjet? Ata që u përfolën për korrupsion? Që u përfolën për shkeljet ligjit? Po flas për militantët e thjesht, Ilva, po flas për ata militantë të cilët kanë, po flas që ata 15 vjeçarët që hynë brenda partisë duhet ta dinë që një ditë do më zëvendësojnë mua. Nuk mund të jenë të pashpresë që një ditë nuk do bëhen deputet, që një ditë nuk do bëhen ministra, pra duhet ta ndjejnë që karrierat politike nisin dhe nga aty, nisin edhe nga ngjitja e posterave, nisin nga një përkushtim i madh dhe shkojnë drejt majës. Pra kjo është arsyeja, sepse gjatë gjithë fushatës që është bërë në fakt, fushata Ulldashi e ka pas në qendër të punës saj këtë pjesë, që do duhet që të kemi një ekuilibrim shumë të mirë të karrierave brenda partisë me karrierat që vijnë nga jashtë. Do më thoni, po ju se si e kishit, në fakt. Unë besoj që kam hyrë në atë brezin e studentëve cilët e kanë themeluar PD, dhe për të kemi një status krejtësisht veçantë. Pa çka sikur kam hyrë në PD, më është dashur që ta rimsoj strukturën nga fillimi, dhe më janë dashur shumë vite që të kuptoj se si funksionon struktura e Partisë Demokratike, ta pranoj me të mirat e të këqijat e veta, po ditë them që Partia Demokratike është një strukturë e jashtëzakonshme. Militantë e Partisë Demokratike janë njerëz jo vetëm me zemër të madhe, po janë njerëz të jashtëzakonshëm për mënyrën se si përkushtohen për çdo fushat, për çdo kënd, duke pranuar dhe ato që nuk i njohin vetëm në emër të së ardhmes partisë tyre. Mirënjohja ime për çdo militant, për çdo demokrat i cili nuk duhet të ndjehet kurrë i përjashtuar nga Partia Demokratike, duhet ndjehet zë i fuqishëm i saj. Megjithëse mund ta mendoj që Mesila Doda nuk është person i dur, megjithëse mund ta mendoj që Mesila Doda nuk është e mirë për pozicionin që ka, për deputete, për rolin që ka, por gjithsesi do duhet që ta respektojmë dhe t'i bashkojmë të gjithë njerëzit në një ombrellë të vetme që është Partia Demokratike. Meqense e përmendet pak hapjen e Partisë Demokratike ndaj të rinjve, në fakt është edhe motoja e kryetarit Basha, një demokraci e re, një raport i ri me qytetarët, një derë e hapur për të rinjt në Partinë Demokratike. Atëherë, unë nuk besoj se është e re. Nuk është e re. Pra, për para zgjedhjeve, ne kemi pasur, Partia Demokratike ka qenë gjithmonë e hapur për të rinjt. Për këdo. Pra, për para zgjedhjeve, ne kemi pasur 10 mira antarësime të reja. Po të them për shembull që mund të kenë qenë në qoftë se zgaboj mbi 3.000 të rinj që kanë antarësuar në Durrës, 1.600 në Fier. Në Shkodër do të ketë pasur një numër rekord të rinj që u regjistruan të rinj. Ne mos harrojmë që kemi një antarësi të re, e cila jo vetëm rinovon strukturën e partisë, le të themi, që mund të mos jenë vetëm antarësi me forumi, sepse mund të jenë antarësi me drejt për drejt në parti, por janë gjithashtu, do të thënë, Partia Demokratike pse fiton? Po ta vësh restrukturën tonë, ne fitojmë vetëm nga të rinjt. Të vjetret nuk janë pjesa dominuese e votave tona. Dhe janë ato cilët kanë qenë 20 vjeçar në vitin 90, cilët janë rritur vazhdimisht, dhe të tjerët të cilët rriten. Në qoftë se neve nuk e bëjmë këtë objektivin ton, neve kemi dështuar. Dhe mbi të gjitha, në qoftë se nuk arrim t'i ngjallim njerëzve shpresën. Atë që unë thash pak më parë, nuk mjaftojnë thjesht themi që do bashkohemi. Do bashkohemi në emër ca parimeve. Dhe kush janë parimet? Parimet është... Jo, të shohim njëra të bashkoheni, se nuk e di mende. Jo, ne jemi gjithë bashkuar, nuk është se ka ndonjë që është të bashkuar jeni kur bashkoheni dhe jepni kontribut në kauzat tuaja, po ju vetë po thoni që s'është mbledhur një grupi parlamentar dhe të jepni mendimin tuaj. Jo, grupi parlamentar është i bashkuar çdo javë, Ilva, nuk po flasim për këtë gjë. Jo, ne flasim për të gjitha temat e ditës. Ne nuk kemi folur për temat filozofike, për të cilat unë besoj se shumë shpejt do ketë një pacull shumë të mirë të djathës, të cilët, dëgjoj, edhe ato që flasin në media janë një kontribut i shtuar. Edhe kur flasin personazhe të djathës, për shembull, Dashamir Shehi është pjesë e shtuar e kësaj. Zoti Besnik Mustafaj kur flet është kontribut që shtohet brenda PD-s. Të gjithë personat të cilat i përkasin të djathës, pa dallim nëse sot janë mirë apo jo mirë në raporte me Partinë Demokratike, me vijën zyrtare të Partisë Demokratike, janë një kontribut i mirë. Pse them këtë? Në ndryshimet majtën, e djatha ka një veçori. Në qoftë se me majta është një parti e cila i kanë rresht njerëzit e vet, kushdo që lëviz me Partia Demokratike, merr një pjesë me vete.
qoftë edhe Bamir Topi, i cili bëri për një periudhë ish presidenti, zoti Topi, më falni, i cili e bëri për një periudhë shumë shkurtër partinë, jo me ndonjë aktivitet shumë të madh, por pati një pjesë prej 30.000 votash, të cilat do duhej që të ishim në thesin tonë, në thesin e djathtës në fakt. Por kjo do të thotë që e djathta ka nevojë për një mendim ndryshe, ashtu siç ishte edhe rasti i zotit Shehi, i cili sa herë që kandidonte kishte një pjesë të votave të cilat nuk ishin pak dhe janë të rëndësishme për konfigurimin e Tiranës, për shembull, që është mjaft e rëndësishme. Në këtë rast ne do duhet që të hapim, por do të hapim në bazë të parimeve. Çfarë do thotë kjo? Ne nuk mund të shkelim dot faktin që ne si të djathtë jemi forcë e lindur si forcë antikomuniste, jemi forcë e cila respektojmë kapitalin, jemi forcë e cila jemi për hapjen e dosjeve dhe lustrimin e sistemit, dhe jemi një forcë e cila do qëndrojmë pranë ish pronarëve dhe pranë ish studentëve dhjetorit. Mos harroni një gjë. Keni dy deputet që keni marrë që kanë qenë në Partinë Socialiste. Studentët e dhjetorit dhe seridatë. Studentët e dhjetorit janë lënë krejtësisht në harres. Studentët e dhjetorit janë zemra që krijoi Partinë Demokratike. Më vjen një pyetje për ju tani nga Forumi Rinor i Partisë Demokratike, thon kur do na mblidhni apo kur keni prap fushat? Do duhet ja drejtoj në fakt të zotit Bogdani, besoj unë. Megjithatë, unë nuk kam një përgjigje për ta. Sepse po t'ishte në dorë time, unë do t'i kisha mbledhur shumë shpejt për të pasur mundësi që të nisnim me një riorganizim. E para dhe e dyta, mos i trajtonim thjesht për të ndryshuar atmosferën brenda nesh. Ato janë vërtet janë gëzime, thënë drejtën. Janë gëzim sari që vinë të rinë, ato janë Partia Demokratike vërtet. Gëzim kuptimin e dekorit, se përtasin më fort? Jo vetëm ato. Edhe për mënyrën, unë kam pasur takime thuajse çdo ditë me të rinj. Me të rinj, të cilët vinë nga Tirana, nga Durrësi, nga Lushnja, nga Fieri, nga Kuksi. Pra kam pasur me takime me të rinj në zyrën time në parlament, thuajse me të rinj nga gjithë Shqipëria. Janë njerëz të interesuar vërtet për politikën, por do duhet që t'i mësojmë se si funksionon një organizatë politike, nuk do duhet t'i mësojmë thjesht se si bëhen koncerte. Kjo është mënyra se si duhet t'i rrisim e para dhe e dyta. Do duhet që të rriten në një sens politik ku ta kuptojnë që një ditë do duhet të më zëvendësojnë mua, do duhet që do zëvendësojnë zotin Bode, zotin Patozi, zotin Basha. Zoti Basha zëvendësoi zotin Berisha. Pra, e kam dakord, po, edhe kjo është një gjë e mirë. Pra, që një person i cili dikush për nesh do bëhet kryetar, dikush nga ne do bëhet, dikush për tyre do bëhet deputet në vend nesh, pra secili nga ato do duhet që të sjellë një risi. Këto njerëz do duhet t'i rrisim dhe nuk duhet t'i heqim shpresën që një karrierë në parti nuk është e suksesshme. Jo, një karrierë në parti është e suksesshme. Nuk mund të bëhen gjithmonë deus ex machina. Okej, kemi edhe pak shumë minuta të mbetura në dispozicion, por do doja që të shfrytëzoja sa më shumë për të bërë më shumë pyetje. Rolin aktual të zotit Berisha në Partinë Demokratike si e vlerësoni? Unë vlerësoj që në zotit Berisha është sigurisht një nga personat më të rëndësishëm brenda Partisë Demokratike. Kur kam folur në një intervistë më parë, unë kam thënë diçka të cilën shumë njerëz e keq interpretuan, nuk e kuptuan etj. Unë zotin Berisha do doja ta shija vërtet si njeriu i cili do ishte garanti të ardhmes në Partinë Demokratike, po jo vetëm Partinë Demokratike. Zoti Berisha mund të luante ato rol të jashtëzakonshëm për afrimin e shqiptarëve të Kosovës, shqiptarëve të Malizis, shqiptarëve të Shqipërisë, është i vetmi njeri i cili mund të luante rolin e një lloj ati mbi të gjithë këto treva shqiptare. Në sensin e bashkimit, të krijimit të strategjive politike, strategjive ekonomike, strategjive kulturore, për afrimit shpirtëror tyre, ishte i personi i cili do ta bënte në mënyrë të jashtëzakonshme këtë rol. Por zoti Berisha më thot shumë shpesh që nuk ka ndërmend të punoj për historinë, do punoj për sotmen. Është sigurisht i mirëpritur që të punoj për sotmen, por unë vet personalisht do e dëshiroja shumë që ta shifsha këtë rol, do kryente një punë të jashtëzakonshme. Meqense jemi tek zoti Berisha, e keni kuptuar ndonjëherë pse në 8 vjet pushtet nuk ju dha asnjëherë post ministror? Në para unë nuk kam kam qenë vetëm 4 vitet e fundit. Në 4 vitet e fundit ndodhen shumë pak ndryshime kabineti, por për te faktit nëse unë kam marrë apo jo një rol ministror që mund të ishte absolutisht, nuk ishte asnjë gjë tjetër, mua nuk më pëlqeu fakti që brenda gjithë këtyre mandateve kemi pas vetëm një grua. Mund të ishin shumë gra, mos isha unë, po duhet të kishim pasur më shumë gra. Dhe një nga gjërat në fakt që
Edi Rama për fat keq e bëri më mirë se ne, pa çka se e bëri për të funduar më kollaj gratë që kishte, sepse kishte shumë gra më të forta në Partinë Socialiste që mund t'i zgjidhte ministre dhe nuk e zgjodhi, siç mund ishte zonja Dade, siç mund ishte zonja Xhaçka, pra kishte shumë gra të tjera të cilat mund mos i merrte nga, domethënë mund të ishin qenë këto dhe janë shumë përfaqësuese në fakt si zonja, tash më falni në person tjetër që mund ta kem harruar, por neve do duhet kishim një përfaqësim shumë të mirë të zonjave në e keni analizuar ose a jeni penduar ndonjëherë për stilin agresiv gjatë kohës kur ishit në pushtet, në debatet publike, në ballafaqimet edhe në media? A ishte kjo një zgjedhje e juaj apo një mënyrë për të bërë karrierë në Partinë Demokratike? Okej, atëherë do isha bërë pishman në qoftë se do isha penduar, në qoftë se nuk do e kisha besuar atë që kisha thënë. Në fakt nuk i kam besuar atë që kam thënë. Besoj dhe vazhdoj ta besoj dhe sot. Ne kemi patur një opozitë përfshi edhe kërcënimin që keni bërë ministrit aktual të bëndë. Kam sqaruar dhe disa herë nuk bën me as lajm, se sot jam prej dhe palma, kështu që nuk kam as lajm. Jo, po s'ka lidhje, domethënë ishte thjesht batut cilën ne kemi pasur mundësi kemi folë më vonë, domethënë dhe tash kemi marrë dhënë krejtësisht misor. Nuk ka as kuptim që ta themi. Por atë që unë them është kjo, ne kemi pasur një opozitë e cila ka qenë krejtësisht pa sens. Nuk ka pasur as më të voglin kuptim politik. Ju takonte ju si pozitë merreshit me opozitën? Po sigurisht, po si një... Kishit marrë me qeverisjen se nuk do kishit pasur rezultate më fal, një opozitë e cila të ka penguar 4 vjet rresht statusin e vendit kandidat. Sa herë që ti bëje për të marrë statusin e vendit kandidat, o do të dilte në rrugë, do shpikte grevuria, o do të qëllonte kryeministrin me gur, pra një opozitë e cila doli jashtë çdo kornizë ligjore, është normale që ti je detyruar të mbrosh votën e njerëzve të cilët kanë votuar. Unë zonjë e kam kontratën me demokratët. E kam kontratën me demokratët në çdo cep të Shqipërisë. Nuk kam ndërmend që të prish kontratën për temat filozofike që mund të shpiki një person apo një tjetër në çdo forcë politike që ndron. Demokratët mund ta dinë që në çdo moment nuk do ndjen përjashtuar, unë do jem zëri i tyre kudo dhe sido që të ndjen. Jemi qenë se jemi tek demokratët. Zonja Duda, a ka një grupi moldashi në Partinë Demokratike? Nuk ka pasur kur grupi moldashi, ka pasur njerëz të cilët e kanë mbështetur fort Sokolin, njerëz që kanë pasur mik Sokolin. Besoj unë që mbeten një nga figurat më të jashtëzakonshme të Partisë Demokratike, e kanë mbështetur në fushatën e tij, e kanë mbështetur jo thjesht se kanë pasur mik, por se kanë besuar që do drejtonte shumë mirë Partinë Demokratike. Me këtë duhet të them që s'duhet vazhdojmë më dhe të bëjmë mortin kapital për njërin krah ose krahun tjetër. Sokoli nuk e meriton që të vazhdojmë dhe ta trajtojmë si më tha herën e fundit dhe si i thash herën e fundit. Sepse nëse flasim se si më tha herën e fundit dhe si e tha herën e fundit, kjo gjë nuk del mirë për asnjërin. Sokoli nuk është këtu që të përgjigjet, ka njerëz të cilët ndoshta kanë pasur shumë të tepër afrimitet dhe mund të flasin për këtë gjë, por unë di them një gjë. Ai ka bërë një fushat jashtëzakonshme dhe do kishte qenë një platformë e mrekullueshme për ngritjen e Partisë Demokratike. Ju ka penalizuar? Sot neve jemi në një moment shumë të rëndësishëm. Unë shpresoj që platforma Udazhi do duhet që t'i bashkëngjitet ringritjes Partisë Demokratike. Dhe kjo do të thotë që fushat e zgjedhjeve që u hap në 7 dhjetor duhet të vazhdojmë me ritme më të shpejta. Nuk kemi ende një udhëzues në përdek, do duhet që të shpërndahet me shpejtësi, jo vetëm për antarësimin, se antarësimin janë bërë gjithmonë Partinë Demokratike, por do duhet që të kemi mundësi që të kemi një database mirë të partisë, një database legal dhe të nxjerrë, të shkruar, të botuar, sepse ne nuk kemi parti ilegjitime, ne kemi parti e cila jemi hapur, ne nuk kemi antarët tanë të friksuar apo parti që cilat antarët janë të tërhequr, dhe mbi gjitha të respektojmë ligjen themeltar të partisë, statutin e partisë. Të bëjmë zgjedhjet në kohën e dur. Jeni penalizuar, ndjeni veten të sulmuar si armike brenda partisë për faktin se si keni mbrojtur, si vazhdoni ta mbroni projektin Oldashin në atë parti? Se ti se nga kush do të ndjej këtë gjë në fakt, unë besoj demokratët më japin kaq shumë mbështetje sa për mua janë një forcë e jashtëzakonshme. Nuk kam menduar kur që ka qenë një platformë për ta zvogëluar Partinë Demokratike, nuk kam menduar kur që do jetë një platformë e cila do tentonte që ta zvogëlonte apo të kishte një efekt negativ në Partinë Demokratike, prandaj nuk jam në asnjë moment nuk jam penduar, kam ndërmend që ta mbaj dhe t'i mbaj si parime të plota. Në qoftë se dikujt nuk i intereson, po besoj se të gjithë kanë ndjerë një farë largësie, por kjo s'ka asnjë rëndësi. A ka siç u tha fituesi e merr të gjitha.
A ka të vërtet në zërat se zoti Oldashi po planifikonte krijimin e një partie të re? Ja. Fraksion Absolutisht. të zyrtarizuar brenda Partisë Zoti Demokratike? Oldashi ka thënë gjithmonë që fraksionet nuk janë ato që shërbejnë Partisë Demokratike. Po që kishte një organizim të zotit Oldashi, do dilte në media 2 ditë mbas Më falë, në media kam dalë unë, mund dali çdo antar i Partisë Demokratike. Edhe një grup mediatik për ta mbështetur zotin Oldashit. Të gjitha këto janë gjëra që janë më tashmë le të themi sekret publik. Mund të çojnë në një grupim të njerëzve që mbështesin Oldashin brenda PD-s? Nëse nuk gjeni hapësirën e duhur në strukturat e partisë. Unë them vetëm një gjë. Sokoli nuk e meriton që neve ta trajtojmë si një grupim, si një fraksion brenda PD-s. Sokoli ishte Partia Demokratike. Sokoli nuk është fraksion. Sokoli ishte gërma D e Partisë Demokratike. Dakor. Edhe është. Dhe njerëzit që mbështesin atë. Absolutisht. Janë shtylla kurrizore e Partisë Demokratike. Si po e drejton partinë zoti Basha? Janë në periudat e para. Janë në periudat e para dhe e vetmja gjë që mua më pëlqen është që ka filluar që i ka ritakuar demokratët. I ka ritakuar demokratët sepse i takoi gjatë një fushate, i premtoi që do i dëgjonte dhe është një gjë shumë e mirë që ai ka shkuar që t'i ritakoj. Është një nga gjërat më të mira që ka ndodhur gjatë asaj kohe. Ne nuk kemi qenë, kur flasë ne jo thjesht shumë personal, po ne i gjithë ambienti, politik, mediatik, nuk e ka bërë që të ndjetë qysh në fillim i sigurt në pozicion e vetë. Pra do duhet që të kishin qenë, le të themi, më mbështetës, pasi. Gjatë gjithë kohës është krahasuar si e bënte Berisha këtë gjën, nuk e bënte, domethënë, e kemi vënë gjithmonë në një kufi me një tjetër. Ndërkohë që kryetarët e partisë kanë secili staturën e vet, kanë mënyrën e vet të të bërit të gjërave. Nuk e kuptova, e ka drejtuar mirë. Atëre, po them që është në hapat e tij të parë. Është në hapat e parë dhe do duhet që të shikojmë se çfarë tendence do ketë realisht në muajt në vazhdim. Do kërkoj ta bashkoj Partinë Demokratike, do sjellë një filozofi të re, do krijoj një parti ideologjike dhe mbi gjitha do jemi të gjithë të bashkuar në këtë kryetar të ri i cili i ndjen të gjithë pjesë të barabarta, pra është ati i cili ka të gjithë fëmijët barabartë apo jo? Pra do duhet që të gjithë ne bashkë të shikojmë a do ngjalli, do të shpresën tek njerëzit, shpresën e cila na çon fitore. Nuk ka asnjë rëndësi se çfarë bëjmë, se sa të pakënaqur mund të jem unë, një tjetër apo një tjetër, e rëndësishme është të ngjallim shpresën tek njerëzit. Shpresën që neve jo vetëm të dimë të fitojmë, por dimë edhe të jemi shumë më të mirë, të jemi me kilometra distancë me qeverisjen e sotme. Më ka përfunduar koha dhe kam pyetje nga publiku. Pyetja ime e fundit është, do të qëndroni në grupin parlamentar të Partisë Demokratike apo do të ketë lëvizje në LSI? Po të hallesh besoj. Jo. Janë pyetje që vinë edhe nga publiku. Unë jam grupin parlamentar të Partisë Demokratike. Dakor. Filloj me pyetjet e regjia, të lutem më ndihmo shpejt sepse e kam kaluar kohën. Pyetja e parë që vjen nga televizionistët për ju dhe duhet të them se ka pas shumë pyetje. Në fakt, dhe lidhen kryesisht me forumet, me funksionimin e Partisë Demokratike. Cila është pyetja e parë atëherë? Po, sa besoni ju në reformimin e Partisë Demokratike duke pasur brenda saj figura që janë akuzuar më përpara për korrupsion apo janë akuzuar nga drejtësia? Shiko, korrupsioni do duhet që të analizohet me shumë kujdes nga ne, në të gjitha nivelet, qoftë ai i ardhur nga politikisht, biologjikisht, nga të gjitha llojet. Pra çfarë influencë ka pas. Por, ditë them një gjë, për shkak pozicionit politik, shumë persona shumë herë anatemohen. Nga kjo neve duhet të ruhemi. Ne nuk bëjmë gjuhët i shtrigash, por duhet presim që drejtësia të sjellë fjalën e vet për çdo rast. Okej, pyetja tjetër se nuk kam minutazh. Ta kalojmë shpejt, a mund të përshtaten bindjet, mentaliteti, ëndrat dhe konceptimi i sërres tek Mesila Doda me ato të ish-kryeministit Berisha që ju ka bërë si antar i PPSH-s? Shiko, unë kam bërë një debat shumë të ashpër me zotin Gjinushi për këtë çështje. Pra, sigurisht që unë dhe Berisha kemi ide tona që mund të jenë edhe krejtësisht ndryshme me njëra tjetrën, por Berisha ka një momentum i cili nuk mund të harrohet në historinë e Shqipërisë, që është u vu në krye të një lëvizje dhe solli një ndryshim rrënjësor për Shqipërinë. Kushdo që të më thotë që ka defekte, mund të ketë 1001 defekte, por ka sjell një epokë tjetër. A ka pasur defekte?
101 mund këtë pasur. Edhe në Partinë Demokratike, ndoshta do duhet që kishte një epokë të vetë, në varet problemi është si është epokë. Jo çdo njeri sjell një epokë. Jo çdo njeri tenton, domethënë ndryshon sistemin nga ai që ishte sistem komunist në një sistem tjetër. Nga ajo Shqipëri që ishte që është një Shqipëri e monopolesh, një Shqipëri e ngërthyer në një Shqipëri e cila sot ka një infrastrukturë, i dha Shqipërisë infrastrukturë. Nga një Shqipëri e cila kishte një buxhet gjysmën e dha me një buxhet i cili u trefishua. Pra, le të themi që historia do i gjykoj për gjërat, por gjërat e mëdhaja, Berisha ka sjell një hop shumë të madh. A ka gjëra që i ka ndryshme me mua? 1001 gjëra i ka ndryshme me mua. 1001 gjëra unë nuk më pëlqen se si i ka bërë, por ama ka qenë lideri që unë kam planuar si lider, dhe që ndërkohë ka sjell një hop shumë të madh për Shqipërinë dhe shqiptarët. Kushdo që pret që neve ta na temojmë Berishën, nuk është e ndershme. Jo, nuk besoj se presin ta anëzimoni të thoni atë që mendoni pat, se mbase ka qenë më vështirë ta thoni para se 3 qershori. Secili nga ne ka shumë gjëra në të cilat kupton që Berisha ka gabuar, qoftë edhe në listat në fund fare ku u futën shumë njerëz të cilët nuk ishin prurjet e fundit që ishin të ardhur nga forcat e tjera politike. S'kam kohë, pyetja e fundit, sa janë mundësi që të rizgjidheni sërish? Në zgjedhjet e ardhshme kam përshtypjen duhet jetë. Brenda PD-s gjithmonë bëhet fjalë. Se kam parasysh për çfarë thoni, por kjo është marrëdhënia ime me demokratët. Nëse demokratët nuk më duan, do të thotë që nuk i ka pëlqyer platforma ime dhe s'ka pëlqyer ajo që unë them. Por, ndërkohë, unë besoj që gjitha sinjalet është që demokratët duan një zë ndryshe. Dhe duan që ne themi të vërtetat tona. Pra, njerëzit, jepi Çezarit atë që është e vetja. Zoti Berisha ka të njëjtat e veta, ka të këqijat e veta. Zoti Basha ka të njëjtat e veta dhe ka të këqijat e veta. Zoti Audashi nuk pati mundësi që tregonte atë që donte për Partinë Demokratike. Besoj do kishte qenë shumë e mirë. Ju do të keni mundësinë të tregoni gjërat tuaja të mira dhe të këqija? Shpresoj që demokratët do më japin këtë mundësinë. Megjithatë ngelet kjo vazhdon të mbetet në marrëdhënien e mia me demokratët. Faleminderit që ishit sonte në tunel. Faleminderit dhe ju. Jonida Shehu në natën vonë fillon menjëherë. Jonide, çka ka sot e dashur? Mirëmbrëma Ilva, ne sot do të flasim për shoqërinë shqiptare në kontekstin femëror, ndonjëherë e marrim si të mirëqen faktin që po jetojmë ditë dhe kemi problemet tona me shoqërinë, kemi problemet me mënyrën se si trajtojmë femrat, problemet që femrat kanë sot, po harrojmë se sa kemi ndryshuar në këto 24 vitet e fundit. Do të bëjmë sot një krahasim se si ka ndryshuar shoqëria shqiptare në raport me femrat, se si shiheshin femrat para viteve 90 dhe si është sot për të kuptuar çfarë kemi bërë mirë e çfarë kemi akoma nevojë që të përmirësojmë pas pak. Suksese Jonida, faleminderit dhe natën e mirë bashkë.